Po tash flasim nëse qytetarët kanë votuar. Po largon Kosovën nga Bashkimi Evropian. Sigurisht, jo vetëm Kosovën, por çdo krizë në çdo shtet që aspiron me po vetëm asnjë mu krahasu me asnjë shtet tjetër në kohën që shjep. Sepse jemi shtet ende i vogël dhe jemi vend i vogël, jemi pa konsoliduar plotësisht. Sigurisht që ka njerëz që cilët votojnë e shohin edhe zgjedhjet me emocion, domethënë, po ne i tregum prapë, kemi treguar tash disa vjet që dim, pra jemi një shoqëri demokratike. Ne shohim që në vendet e rajonit ka kryeministra që janë me dekada, të cilët nuk janë ndryshuar. Ne shohim shumë mirë se sa shpesh i kemi ndryshuar partitë politike, pra i kemi provuar disa vite, ju kemi jep mundësi dhe pastaj i kemi zgjedhur të tjerët. Edhe kështu besoj duhet të funksionoj. Ai që nuk punon, ai që nuk angazhohet me zhvillu vendin, për të cilën Kosova ka shumë nevojë për zhvillim, mendoj që ne duhet ta ndeshkojmë me votë. Sigurisht që u pa në këtë zgjedhje që qytetarët kanë dashur, ta them, tash sipas rezultatit ne mund të themi që qytetarët nuk kanë dashur që një parti e vetme të formoj qeverinë dhe ta zgjedhë presidentin. Pra qytetarët e thanë shumë qartë që duhet koalicion, ashtu siç ka ndodhur pothuajse në shumicën e viteve që nga pas lufta në Kosovë që koalicionet kanë udhëhequr qeveritë në Kosovë, duket që kjo ishte përgjigjja edhe e zgjedhjeve të kaluara. Pastaj se çfarë shkruajnë, sigurisht që Kosova është në një krizë politike për shkak se jemi shumë mbrapa me reforma. Kosova ka nevojë shumë që ka 10 ligje të cilat presin të shkojnë në kuvend që të miratohen dhe të ecin përpara. Ne akoma nuk e kemi një status të vendit kandidat në BE dhe besoj që kjo duhet jetë pika kryesore ku duhet të përqendrohet qeveria e ardhshme, por gjithsesi qytetarët prapë nuk ka prit të cilëve, sepse ne i shohim edhe kur festuan brëm që disa emocionohen jashtëzakonisht shumë, edhe e marrin tepër personale fitoren e një partie të caktuar. Pra shohim për shembull në Prishtinë festu për duket në fakt kjo festa e qytetarëve? Mua më duket shumë e prapambetur. Pra të dalësh të festosh për një parti caktuar në atë mënyrë, mendoj që është një moment shumë i